Mirëmëngjes shikues të dashur tek Zjo me MCN, ja ku jemi përsëri te kuzhina ime gatuar nga duart e Mirës. Për sot do të përgatis fileto pule me salcë me domate. Për këtë recetë më duhet fileto e pulës, kemi djatin kaçkavall, domatet, do të përdorim mozzarella kur të bëj salcën. Dhe do të jetim edhe pak vodkë. I jep një shije kësaj recete shumë të mirë. Le të fillojmë së bashku. Do të fillojmë me pulën, do ta pres në 2 pjesë, që të jetë e hollë, në këtë mënyrë. Po të duam e lëm të pa prerë komplet, unë e preva më dysh, se me qënë se do të rafim edhe hapet një qik më shumë. Kur e rafim. Okej. Do t'i vendos letër guzhinë pak. Në këtë mënyrë. Që të jetë jo shumë e trash pjesa e kraharorit të pulës, për arsye që kur të skuqet një lloj në të gjitha anët. Okej. Këtë proces do të bëjmë për komplet pulën që kam bërë. Duhet ta kthej nga ana tjetër. Okej. Pulën e mbarova së rafuri në këtë mënyrë, të bëhet sa më hollë, se bëhet edhe më crispy kur hahet. Okej. Tani më duhet të pastroj pak tu, do laj duar dhe do të krip pulën. Çdo gjë i pastrova, mora drurin për të prerë zarzavatet, duart i lava, se e kam shumë era kur kapim pulë me dorë, e kupton se ka lloj-lloj mikrobesh. Tani këtu kam, do t'i hedh pak piper. Sa do i kam hedhur edhe bukës që e keni të grirë, e do i hedh edhe pak miellit, po edhe pak pulës, i jep një aromë shumë të mirë piperi. Okej. Dhe tani do ta kripim. Okej. Pa bëj kështu edhe ta bëjmë sa më të lehtë. Okej, tani e kripëm dhe më duhet, do të filloj në fillim me të skuqur pulën përpara, e pastaj do të përgatisim salcën që do t'ja hedhim mbi të. Për pak paprika tek mielli dhe ca erza italiane. Okej. Do të marr
Tu kam vezët, na duhet që t'i rafim, kam 3 kokra vezë. Okay. Dhe t'i rafim këto që të mos të ngelen vezat jetë e shkryfët, po të duam i hedhim pak ujë, ose qurmash, unë do t'i hedh pak ujë. Po ashtu i hedhim edhe pak në këto erzat, dhe e rafim përsëri. Po i vendos këtu, dhe më duhet të filloj me mielin përpara. Miell. E shkundim që mos të mbaj shumë miell, ta çojmë në vezën dhe tek buka e grirë në këtë mënyrë. Kam marrë pjatën e kam marrë të madhe që mos të jenë njëra mbi tjetrën këto, po t'jenë të hapura. Të njëjtin proces do të vazhdojmë dhe me të tjerat. Në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë, po të duam vezë, hedhim më. Këtë e lash pak të madhe, do t'a pres, po ashtu një qik, që ta marri digani kur ta skuqim. Dhe këto i mbarova tani, dhe jemi gati për t'i skuqur. Pjesa e fundit fare. Tash është një qik punë, kështu që bëhesh pak pis, po s'ka problem. Dhe tani do pastroj këtu dhe do të fillojmë që të skuqim pulën. Vajin besoj e kemi gati, e qova pak më përpara, dhe jam e sigur që është gati për të skuqur pulën. Shumë mirë, nuk e duam shumë të nxehtë që të skuqet me avash. Tani do t'i kthejmë. Oh my god, duken shumë mirë, kështu e duam. Do t'i lëm që të skuqen dhe në ana tjetër të marrin këtë ngjyrë golden brown. Këto janë gati dhe tani më duhet që t'i heq dhe po i çoj në një tavë që të ketë edhe këtë mbitoj që të kulloj komplet vajin. E ullim pak temperaturën. Duken shumë mirë dhe pulën tjetër.
Okej. Dhe të njëjtin proces do të bëjmë si që bëm këto të parat. Vjen njerë shumë e mirë. Fëmijët erdhën nga shkolla dhe po presin që të hanë drekën me mama mirën. Okej. Fyllën e skuqa. Dhe po i hedh pak krip, në qoftë se do na duhet, po pak krip tani e do pak se e ka lëshuar të gjithë tek vegani që i kemi skuqur dhe do të merremi me salcën. Dhe tani më duhet të bëjmë salcën. Për salcën më duhet hudhër, më duhet domate, qepe kuqe edhe borzilok. Le të fillojmë. Do të përdor 2 hudhra, se janë goxha të mëdhaja. Okej. E më duhet t'i pres, edhe këto do t'i pres të vogla. S'ka nevoj që të përdorim shtypsen, se kur t'i skuqim, do t'i skuqim në vaj, kështu që të lëshojnë kompleta të aromën e tyre. Po e pastroj këtu. Okej. Hudrën e kam gati, po e vëna në këtu. Për të recet më duhet qepe kuqe. Okej, gjysmë qepe është mjaftueshëm. Edhe qepën do ta presim holl. Në këtë mënyrë. Si, kështu do na duhet qepa. Sa me holl, aq më mirë. Imët. Kalojmë dhe një herë me tik. Në këtë mënyrë. E qepën e kam gati. Dhe tani më duhet të grit dhe domaten. Domaten do ta grim në render, po i heqim këto pjesët. Kështu. E lëm këto në anë. Dhe edhe fundin. Okej. Dhe do ta grinë në render dhe domaten që t'ja edhim të freskët. Për këtë salcë që po bëj sot, çdo gjë sa më e freskët i jep kësaj recete një shije shumë të mirë. Dhe me domaten jam gati, dhe tani na duhet të bëjmë salcën që do t'ja hedhim mbi të pulave që kemi skuqur. Okej, dhe këtë e kam gati. Dhe le të shkojmë te soba tani për të bërë salcën. Po. Tani do të përgatisim salcën, po hedh pak vaj ulliri dhe do të hedhim
hudhrën. Ta lëm që të marri pak ngjyrë hudhra. Ullim pak temperaturën. Okay. Lëm edhe pak. Okay. Mos të digjet, po të kuqet. Këtë atë ngjyrën. Okay. Tani është gati. Dhe po hedhim salcën që domatën që zhriva. Do ta lëm që të bëhet salca, jo komplet, se do të përgatisim edhe qepët pastaj më mbrapa, kështu që po e lëm sa të marri një val kjo, domatja. Po jetë pak krip salcës që bëm, dhe pak piper. Dhe po e çoj në anë dhe tani më duhet që të skuq qepën me vodkën. Okay, dhe jedhim pak gjak. Dhe tani do t'i hedh qepën. Jedhim pak krip, se gjithmonë da provojmë që mos ta bëjmë shumë të kripur. Do ta lëm që të skuqet pak, ta pi komplet atë ujin qepa, dhe pastaj do të hedhim vodkën. Okay, po hedhim pak spec djegëse. Do ta lëm që të skuqet pak, ja. Tani do t'i hedhim vodkën. Po e trazoj pak. Okay. Do t'a lëm që sa të digjet, pastaj do t'a trazoj pak që të digjet alkooli. Tani po i hedhim salcën, që e bëm pak më përpara. Sobën e kam ndezur, e kam bërë gati në 190 gradë Celsius, më fal. Dhe pastaj siç t'i hedhim edhe djatin e të gjitha çfarë kemi dhe do ta çojmë në sobë brenda. Okej, po i hedh borzilok. S'ka nevojë ta presim, da hedhim në këtë mënyrë. Okay. Do t'i gri pak djath kaçkavall. Okay. Dhe tani do t'i çoj djatin mozzarella mbi të. Në këtë mënyrë. Dhe tani do t'a çoj në sobë për 10 minuta. Salcën e kemi gati, kemi kujdes mos digjemi, dhe tani më duhet ta hedh. Okay, në këtë mënyrë. Okay, tani do t'i hedh pak basil për bukurim më shumë. Dhe pak djath kaçkavall. Kjo ishte edhe receta për sot.
çdo gjë e kemi gati, e vjen një herë shumë e mirë. Tani është koha për ta provuar. Kemi bërë shumë pula për të ushqyer një ushtri të tërë, por unë po e provoj e para. Është shumë e mirë. Shpresoj që dhe juve ta provoni në familjet tuaja, në tavolinat tuaja dhe shifemi në recetat e marrshme. Mirupafshim.